Jem në shkollën e Brenkjakova, shkollën e muzikës. Jem rreth 5 vjetë, më flaut me profesoresh Iqbal Citako, Dervishi. A luan ndonjë instrument tjetër? Jo, flauta është instrumenti vetëm, edhe vijoj këndimin në korin okarina. Pata dëshirë që me ju shiku juve trijave teksa bashkëbisedoni, sepse jeni të trija nxënësit klasave të shtata, edhe pata dëshirë që ju me bashkëbisedu me zvete, po unë normalisht që kam pytje, sepse Tuana edhe Driana janë flautistet i quaj, ju nxënëseme, sepse po interpretojnë edhe në përskena më të mëdhaja se sa që janë programe shkollore. Kështu që pyetja ime për të dyjat është sa e dëni muzikën, sepse ju ushtroni shumë. A ka ndonjë fjalë me të cilën kishit mujt ose fjali që kishit mujt me përshkru dashurinë që e keni për muzikën? Gjysma e shpirtit njerëzit, pa muzikë nuk ka jetë, për mu nuk më duket se ka jetë pa muzikë. Triana? Për mu nuk ka fjalë, sepse çdo person e ndjen muzikën vetë në shpirt, që nuk mendoj që ka ndonjë fjalë me e përshkruar sa shumë kam dashuri për muzikë. Duke qenë se muzika është pjesë e juaja çdo ditë, edhe instrumentet që i mbani gjatë gjithë kohës me vete dhe ushtroni kudo që jeni, a mundeni me më tregu që sa kohë merreni me instrumentin e flautës, me tingojt, përgjithësi me muzikën, sepse muzika nuk është ndoshta ta themi veç në kohën kur fillon të merresh profesionalisht me të po flas për shkollimin. Po në përgjithësi, kur ka fillu dashuria për muzikën? Muzika për mu ka fillu prej klasës parë që rreth 7 vite merrem me muzikë. Para 7 vite jam futur në korin okarina, cili është kër ndërkombëtar me thënë i Kosovës, i cili kena me marrë pjesë edhe në shumë festivale ndryshme jashtë Kosovës. Aty kam fillu me u merr me muzikën, pastaj pas 2 vjetësh kam shpreh dëshirën për me interpretu një instrument, pas shumë kërkimeve të instrumenteve që më kam pëlqyer. Më ka pëlqyer flauta, ka qenë si audicion, kemi marrë pjesë, dhe pas disa kohësh na kanë treguar jemi pranua jo, pas aprovimit pranimit të audicionit, kam vazhdu zhvillimin e interpretimit në flaut që tashmë 5 vjetë. Driana, për ti? Po, dashuria për muzikën ka fillu në klasën e 3, ku jam, më thonë, kam hinë audicion për flaut. Unë mësimin e vijoj të profesorisha Iqbal Citako, të cilin e përshëndes dhe e falenderoj për durimin dhe mirëkuptimin që e kap, sepse pa të nuk do të isha tani ku jam këtu. Të dyat jeni tek e njëjta mësimdhënëse. Po, të njëjta mësimdhënëse. Për aktivitetet shkollore, më thonë me flaut, shkoj, më thonë, në 2023 e ka marrë ftesën në orkestrën Amadeus, ku drejtoresh është Hana Petrovci. Bashkë me dirigentin Vebi Shasholli kemi, më thonë, realizuar koncerte të ndryshme orkestrale, jashtë Kosovës dhe brenda, Tiranë, Shkop, Durrës, Prishtinë, Mitrovic, Prizren e të tjera. Dhe kulmi i kësaj orkestre ka qenë në Vjenë, që kemi marrë pjesë në 2025 verën e kaluar. Kemi fituar vendin e dytë në botë. Dhe tani në mars, në 2026, kemi marrë pjesë në Spanjë, në një garë edhe aty botërore, që kemi marrë vendin Grand Prix, vendin e parë si orkestër. Ishte kulmi i arritjes unë si orkestër të bashku. Po i përmendni arritjet tuaja, por unë po du me undalë të pjesa që përmende durimin e mësimdhënësave, sepse jo nuk do të kishit qenë këtu ku jeni, nëse mësimdhënësat nuk do të kishin durim që të ndjeknin se cilin hap t'jujen edhe se cilin zhvillim t'jujen. A mendoni që është të vështirë që të ketë durim një mësimdhënës me nxënësit, sepse duhet shumë punë, duhet shumë përkushtim, sepse të tjerët e shohin instrumentin si diçka ndoshta shumë të lehtë edhe nuk e dinë se çfarë ndodh derisa të bëhet puna që dilin në skenë.
derisa të përfundon komplet puna që të vije tek rezultati, sepse shikuesit, publiku, audienca shohin vetëm rezultatin. E personat të cilët ndoshta merren prapa skenat i quajmë me një fjalë, prapa skenat i shen vetëm mësuesi juaj, mësimdhënësi, mentori, çado që mundemi me quajt. Po, do të me pas durim... A keni ju ndonjë eksperiencë t'ju jenë që është dashtë shumë të ke durim mësimdhënësi juaj? Po, se mbartë edhe për nxënësi, dhe më thonë, nëse është pjesë edhe ushtrimin, nëse nuk e ushtron, nuk e me mujtë asë në arrit, edhe është dhe me thonë të mësuesi nëse ai ka durim, me ti shpjegu, dhe më thonë, gjitha gjana që të me pas të qartë, për me vazhdu për me lujt deri në pjesë, deri në skenë. Po, e njëjta ka ndodhur për shembull kur kena pas gara që u dash me pas durim ma shumë, derisa u dash me i performu veprat, që u dash me minutazh me dëgju veprat. Këto kanë qenë ashta momente pak ma të vështira, ose që u dash mësimdhënësi me pas ma shumë durim. Ju veç profesoreshës Iqbali i falenderoj dhe mësimdhënësve të muzikës në shkollë që na kanë dhënë ndërimetar, edhe ty arsimtare. Faleminderit. Që kena pas dhe koncerte shumë dhe në shkollë, po kanë qenë koncerte veçanta me muzikë. Po i kujton me shumë nostalgji, sepse tash nuk jemi nxënëse mësimdhënëse, tash jemi në pozicionet e tjera. Po, shumë nostalgji me i kthy ato ngjarje, ato momente që i kena pas, shumë mirë. Driana? Po, është shumë, dhe më thonë, gjanat vjetra me këthy në kohë, sepse tash është në gjenë tjetër, po kur ti menejsh ato që ka ndodhë ma herët, është ma ndryshe. Ndoshta është të përshkak të moshës, sepse tash po shkoni po rriteni edhe po keni koncertet shumëta, paraqitjet shumëta dhe ndoshta ato momentet e para që keni dalë, që keni performu, ndoshta paraqitje pak më të gjata të quaj, janë ato të cilat do të ngelen, sepse kujtime tilla, paraqitje tilla ju do të keni ta themi gjithë jetën, sepse unë mendoj që ju dyja do të vazhdoni rrugën e muzikës. Nëse jo Tuana me flautën, me këndimin patjetër, dhe për Drianën e cila na ka sjellë disa diploma, certifikata, çmime të para të cilat ka marrë në për gara të ndryshme, duke qenë se vetëm ka 5 vjet që merret me instrumentin e flautës, ta themi është një arritje shumë e madhe për ty. A mundesh me na vol për secilën me radhë, në pika të shkurta edhe me tregu cila ndoshta ka rëndësi pak më të madhe për ty, sepse secila ka veçantinë e vet, ka vendin e vet, por ndoshta ka diçka në mesin e atyre diplomave që i ke, që të kujton ndonjë moment që të ka rikthy, të ushtrosh, të përkushtohesh edhe të thuash që po une mundem akoma më shumë.